Bulevardi i Palmave dhe Agrumeve përfaqëson një nga investimet më të rëndësishme infrastrukturore që po realizohet aktualisht në qytetin e Vlorës. Ky projekt synon jo vetëm përmirësimin e qarkullimit urban, por edhe transformimin estetik të një prej akseve më të rëndësishme të qytetit, duke i dhënë Vlorës një dinjitet modern dhe bashkëkohor në hyrjen e tij, në harmoni me natyrën dhe klimën mesdhetare që e karakterizon. Punimet për ndërtimin e bulevardit janë drejt përfundimit dhe aktualisht projekti ndodhet në fazat e fundit të realizimit. Krahas përfundimit të shtresave rrugore dhe elementeve dekorativ, ka nisur puna për instalimin e sistemit të ndriçimit, i cili përbën një komponent thelbësor për funksionalitetin dhe sigurinë e këtij bulevardi. Ndriçimi do të jetë i teknologjisë LED, një zgjidhje moderne dhe efikase që garanton kursim energjie, jetëgjatësi dhe ndriçim cilësor gjatë orëve të natës. Sistemi ndriçimi do të përfshijë 2 lloje të ndryshme shtyllash, shtyllat e ulta që do të shërbejnë për ndriçimin e trotuarve dhe hapësirave pedonale, duke krijuar një ambient të ngrohtë dhe të sigurt për qytetarët dhe vizitorët. Ndërkohë, shtyllat e larta janë projektuar për ndriçimin e aksit rrugor kryesor, që përbën një risi të veçantë për qytetin e Vlorës. Këto shtylla janë të një dizajni unik dhe nuk janë instaluar më parë në qytet, duke i dhënë bulevardit një pamje dalluese dhe moderne. Projekti ka avancuar me ritme të mira pune dhe një pjesë e konsiderueshme e tij tashmë ka përfunduar. Mbjellja e palmave dhe agrumeve përgjatë bulevardit ka filluar të krijojë një panoramë tërheqëse, duke shtuar gjelbërimin dhe duke përmirësuar cilësinë e ajrit. Ky kombinim mes infrastrukturës moderne dhe elementeve natyror e bën bulevardin një hapësirë të re urbane tërheqëse, si për banorët vendas ashtu edhe për turistët. Bulevardi i Palmave dhe Agrumeve pritet kthehet në një nga pikat më të rëndësishme të qytetit, duke kontribuar në zhvillimin urban, estetik dhe ekonomik të tij. Ky investim përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të qytetit dhe rritjes së cilësisë së jetesës për komunitetin. Nëse projekti vazhdon me të njëjtin ritëm, pritet që shumë shpejt bulevardi të jetë plotësisht funksional dhe i aksesueshëm për të gjithë.